shumë e rëndë me të njëjtin seks. Dhe nëse bëhet fjalë për ndjenjë. Tani, me që se jemi në fund, a ka shenja tradhtia? Po, gjithmonë. Po, cilat janë shenjat që duhet i dallojmë? Dea i dallon ti? Dea. Kujtja dalloj? Kujtja dalloj? Nila, se Nila tha që unë e dalloj në sekonda. S'ka dialog. S'ka dialog? Po pse unë që kam dialog me këtë kemi dashuri? Po jo. Më shumë kemi sherr. Flasim për marrëdhënie burr-grua. Po. Nuk ka më dialog. Nuk ka më ose humb besimi ke njëri tjetri. Në momentin që kanë humbur besimin, kuptoj që... Kanë qenë shenjat vjetra këto, Nila. Janë më sofistikome. Dialogu vijon, marrëdhënia e afeksionit vijon dhe sërish prap ato tradhtojnë dhe nuk e... Ama se të gjithë në celular, nuk e kupton. Bajmon një miku tim që më thoshte. Kush na i thot shenjat e tradhtisë? Një miku im më thoshte që kur shkonte në shtëpi, në momentin që kishte edhe një të dashur, shkonte më i lumtur dhe më i mirë. Ka qenë fillimi, pa ju bëre dashura grua. Jo. Kur u bie dashura grua, u nxjerrë me atë. Shkonte i lumtur në shtëpi dhe thoshte që grua se tregoj me humor. Ajo kujtonte se unë thjesht po bëja shaka. Kur më thoshte si e kalove ditën, thoshte kalova me i bjonde. Dhe ndërkohë thjesht ajo gjithmonë grua mendonte që po bënte shaka, pavarësisht se ato është të vërtetë. Kështu që kemi dhe raste të tilla. Humore, që me bjonde po. Jo, formula nuk ka. Nuk mendoj që ka formulë që shenjat. Tea, ka thuaj shenjat. Një grua që e njeh burrin e vet apo një burr që e njeh gruan e vet. Do na thua shenjat apo jo tani? Po e dallon më një herë. Po shenjat. Po ja ta them unë kur të vjen që ta shqyesh, e kupton që me një. Jo, ajo është dashuri. Jo, këtu ke gabim. Nila ke gabim. Kjo ndodh në të gjitha lidhjet. Që të vjen ta shqyesh. Kjo që pare di për çfarë donte të më shqyente? Se më dinte bluza këtu. Po normal, se e tradhton. Se hape bluzën. Po jo mos kishte halli që leshi që. Kishte halli që dinte bluza. Se gozat e bukura. Sa e çuditshme është Arion. Do të thotë që s'është lidhje. Do na thua shenjat. Arsye. Për ta shqyer. Ama se vetëm u i ke thonë deri tani, shenja. Ka tipe tradhtish. Gjej një si puna e shokut të saj që e mbush me pozitivitet, nuk kanë llogari, shkojnë mirë, dhe ai vjen, ka një marrëdhënie që don në familje. Dhe e shtyn ashtu e shef atë familjen e vet edhe më mirë dhe më pozitivitet, se ai është mbushur këtu. Dhe gjen një që i sjell edhe probleme. Dhe në fakt burri do rraf kur gjen një të dashur që krijon probleme edhe në familje. Do të thotë ti, vetëm që tradhton. Po vjen edhe na mërzit në shtëpi. Pra dole ajo që unë thash, që shenjat. O Tea, shenja, do na i thuash? Nuk ka